në një ngërç akoma më të madh institucional, pezullon zëvendës kryeministrin, pezullon kryeministrin, pezullon presidentin nesër, e fut në një ngërç institucional që pasojat kush i kama, ose kush i problemi i reformës së drejtësi. Problemi nuk është gjykatoria ose stati. Një sistemi bllokuar, pasoja ka gjithsesi. Një sistem i bllokuar. Nëse jemi në momokraci, po si jam dakord me atë. Si jam dakord me atë. Si jam me momokraci. Doktorët amerikanë përcaktojnë ne pasimeritor fat madh, ne kemi një tranzicion i zgjatur. Leonard, por e kupton ku çfarë stadi jemi. Si jam me këtë. Jo. Jemi në atë emancipim aq të madh institucional e demokracisë. Pse nuk jemi në demokraci? Se nuk e. Ke partitë të reja, zotri, që kanë marrë me gati 300.000 vota, 200.000 vota partitë të reja. Dhe ke, po ti marrësh votat opozit nuk janë 70.000. Një parti. Mati gjitha. Pra gjithë spektri opozitar ka një diferencë minimaliste me gjithë diktaturë. Sa veta kanë votuar? Pra që do thotë këtu. Jo, mos e bëj anketimin se do të sa përqind e popullsisë kanë votuar. Sa përqind e popullsisë kanë votuar. Po ç'si ka kjo ma? S'është vullnet shumica pikë. Është panesh demokraci. Bie, mos e vazhdo kohë. Po votoi pakica e shumicës dhe quhet si mazhorat. Demokracia është dika standardi në bazë. Sa e ke në Kosovë? Sa e ke në Maqedoni? Sa e ke në Malzi? Për Shqipërisë më duhet mua. Pse se vjen graja komshiu, do të vjen edhe gra tona apo ç'është? Do flasim për Suedin apo për Norvegjin? Hajde flasim. Flas vend Sadati, dëgjoj, flasë fol, krahasoj edhe me Italinë po dushti. Po jam 2000. Krahasoj edhe me Francën po dushti. 2025 ishte jam në nivele tani. A di tani. Më demokrati. 133 deputet. E kemi të nga 140. Të kujt janë? O zotëri. Po ti ishe diktaturë, si diktaturë, zotëri. Po t'jep një argument. Pushahet nga mëngjesin darkë, cili do që njerëzit duan, nuk është diktaturë. Nuk është diktaturë kjo, zotëri. Diktatura është tjetër gjë dhe shqiptar diktaturë. Është diktatura e opinionit, sepse ti jep lirin opinionit, po ti jep akses vendimare. Ku ka akses vendimare? As regjim. Akses e ke ti vendimare. A ke votuar më zotëri? Jo, ka akses vendimare. Vota jote është nuk. S'është vetëm ajo demokraci, më ka akses kundër ligjit që ti s'do të votohet. Ligji për gjiniz. Ku e ke ti aksesin vendimare? Demokracia opinionit Kjo është degradimi i argumentit. Këta i votuar, mos i kanë votuar. Jemi demokraci të shyer. Çfarë demokraci e shyer? Çfarë aksesi ke? Vendimarrje. Ku ka akses vendimare? Unë jam kundër ligjit për bazën gjinore. Ai është kundër. Organizoj. Po kundër. Ku e ke pa vendimarrje? Po bën. Po organizojmë, zhvend botës ka organizime, more. O ti si qytetar, bën detyrën tënde ti. Nuk ka. Sepse ti flet në mëngjesin dark. Nuk ka akses në vendimare. Organizojmë. Po e zgjat kot. Kjo është demokraci. Si skenar organizosh apo jo? E ke. Pse se bën? Po jo se bëjnë ata, se bëjnë këta. Ti më çfarë bën ti? Asnjë gjë s'bën. Vetëm bën debate me mua këtu dhe me Nardin. Shumë mirë këtu more. Po organizohem zot. Arbër, ka skenar pas këtyre goditjeve? Tash ka skenar ose jo? Duhet parë në vijim. Ka regji, drejtësi me regji, si thot doktori i madh. Edhe mund të ketë. Edhe piktori i madh. Edhe mund të ketë sepse nuk është asnjë lloj surprizë thua që qeverisja e zotit Rama nuk ka raporte, po themi, më e pakta normale me administratën Trump. Ka raporte korrekte deri tani, po jo raporte që kanë patur më herët liderët e tjerë politik. Edhe vetë Rama me presidencën e kaluar të Biden ka qenë më i afërt. Pra ka diçka që nuk shkon. Por unë nuk e di ta them, siç mund ta thon kolegët Nardi që është për shkakun që ku janë prishur ata dhe ku janë rregulluar, se këto janë informacion klasifikuara që i kanë njerëz që kanë kontakte direkt me CIA, me FBI. Unë jam më larg, unë jam një njeri që jetoj në Shqipëri dhe nuk e kam këtë lloj informacioni. Të shkon fare ajo. Bie në sy. Nuk të shkon fare ai lloj cinizmi, po fare. Bie në sy që ka diçka që nuk shkon. Okay, bie në sy, Pra duket. Ka rëndësishme që ka rënë te syri jot o Arbër. Është shumë e rëndësishme që ka rënë te syri jot. Se kur ka rënë te syri jot do të thotë domethënë që bër ata janë grau tjetër. Ti e ke kuptuar i parë jo vazhdo që ju keni informacione çfarë thon, CIA, FBI janë kështu. Ju i keni një WhatsApp. Unë s'kam as kontakte, ti jemi sinqert me ta. Nuk po gënjej. Okej. Avokat, ha. Kishe gjë për të thënë për këtë, se vetëm një fjali kam dhe kaloj direkte se direkte pyetja tek unë do vazhdosh. Po përgjigjen se thash, po gjithsesi s'ka gjë. Vazhdo më çdo të. Jepe përgjigjen. Tani, mbetet për të parë në ditët në vijim, unë nuk e besoj që Shtetet Bashkuara ose vende të tjera të këtij kalibri të bëjnë ndërhyrje kaq brutale. Nuk e besoj, po dhe nuk jam tek ato që janë eksperimente artificiale, sepse në fund fare eksperimentet për mua, sidomos artificiale, pasoja dhe rezultate nuk e kanë asnjëherë rezultat bio.
Ka një gjë artificiale. Kjo është vetëm në rast se kushtetuesja rrëzon Rama, nëse kushtetues. Ore, mund ta rrëzojmë, po them çfarë vjen më mbrapa. Heq emrin Rama, heq emrin Balluku. Po marr çfarë vjen më pas. Dhe po ta them për herë të parë atë që mendoj, meqense insistove pak. Projektet amerikane në përgjithësi, Kamala Harris, Joe Biden, Bill Clinton, Rudy Giuliani, shumë politikanë të nivelit lartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë më parë prokuror të suksesshëm në disa shtete dhe janë katapultuar në poste të larta publike. Qofse është një variant ky amerikan, pra qofse është projekti i madh amerikan, një investim i madh amerikan, unë mendoj që me këto që po ndodhin, nuk është më te politika investimi amerikan, ka qenë te drejtësia dhe ndoshta do të drejtësia në politikë. Kalojmë tek opozita, avokat, po do të shikojmë insert numër 2, reagimin e Berishës për sa i përket asaj kafes që duket që ja ka ngritur tensionin shumë Partisë Demokratike. Inserti numër 2, regjia. Së pari, unë kam pritur dhe pres çdo ditë antar mbështetës dhe drejtues të Partisë Demokratike, cili do që kërkon takim, ose persona që i thras për arsye pune. Së dyti, kjo parti ka forumet e veta dhe ka forumet demokratike, në cilat çdo antar, çdo drejtues, çdo mbështetës është i ftuar të shpreh lirisht çdo mendim. Natyrisht, duke thënë këtë, nuk kam normen t'i them asnjëriu që ato mendime mos i shpreh publikisht edhe në mediat e qeverisë apo në ku të dush. Por normale në një parti, kudo është që mendimet, propozimet, opinionet, kritikat të shprehen brenda forumeve të partisë. A kam pritur? Po. Kanë ardhur prej tyre dhe kanë ardhur vetë, nuk kam thirrur asnjërin prej tyre, normal. Sepse një kafe, mund absolutisht, nuk janë çdo njeri është po. Por kanë ardhur dhe kam biseduar për, po janë, e kam thënë dhe e them, ato janë personalitetet të çmuara të Partisë Demokratike. Natyrisht, Partia Demokratike, si çdo forcë tjetër politike në Shqipëri, në Europë dhe në botë, ka aktivitetin e saj brenda forumeve të saj. Avokat, i qartë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, por gjithsesi nuk i shpëtoi, le të themi, pa përmendur daljen nëpër televizionet e kundërshtarëve të atyre që ai konsideron si personalitete të forta të PD-s. Pra ka nuanca. Pyetja e parë, si e vlerëson kafen që thash i ka ngritur tensionin Partisë Demokratike, dhe së dyti, si mendon ose si e projekton fundin e kësaj lëvizje? Atëherë, dy gjëra të vockla që do ta lidh spakun drejtësinë që sapo diskutuam, pastaj direkt me Partinë Demokratike, sepse kanë lidhje me ato që kisha në ndërmend. E para, njëherë më vjen mirë që Arbri na solli një kryeministër teknik, gati nuk i tha emrin e Altin Dumanit, qoftë kështu Arbër, me atë analizën që lexova nga sa po bëre. Qoftë kështu, po... Shpresoj mos të bëhesh dhe ti Altin Dumanist. Unë nuk kam qenë dhe s'kam për të bërë. Po. Sa po ta kam thënë. Po me qenë se... Ti shpreh analizën tënde. Drejtësi për drejtësi, një parti e një, partia drejtësisë. Duke bërë atë analizën, edhe unë domethënë tentova për t'i vënë pikën. Më falesh, po kështu e pash unë. E dyta, në lidhje me atë që bëre debat me Marsidin, sot 133 deputet nga 140 që ka Parlamenti Shqiptar janë PS-PD. Nëse ti nuk e shikon këtë si një lloj dualizmi, pastaj është problemi jot, nuk e di çfarë të them. Po në Amerika si e ka sistemi? E treta, dëgjoj tani. E treta, unë shikoj që ky spaku, kjo drejtësia, duke i ardhur asaj qasjes tënde, domethënë që ka një dorë nga jashtë që po, le themi, nuk po them unë që po e ysht, po të paktën e mbështet spakun. Shkon edhe tek opozita, sepse po t'ishte e kundërta, ndoshta s'do ishin marrë fare me opozitën vetvete. Se një opozitë që ka 12 vjet, që le të themi ha mishin e vet teorikisht, po them unë, nuk e di se për çfarë arsye do shkohet. Së fundmi për shembull, di të them që janë intensifikuar fort
hetimet dhe janë në përfundim e sipër hetimet në lidhje me Flamur Nokën. Flamur Nokën është regjistruar një procedim penal në qershor të vitit 2024, ka kaluar 1 vit e gjysmë dhe është drejt fundit, domethënë që zoti Noka mund të merret i pandehur nga SPAK-u. Mund, thash. Për të paktën diku tek 6 apo 7 le të themi raste vepër penale që zoti Noka është hetuar deri tani. E para, për fshehje të pasurisë, SPAK-u ka hetuar në lidhje me një vilë në Gjinën e Lalësit, të cilën nuk e ka zoti Noka në emrin e tij, por e posedon ai, rasti i Ben Ahmetit, pata shumë që të kuptojmë, që të bijmë në aty. Rasti i dytë është një lloj transaksioni që zoti Flamur Noka ka bërë në vitin 2010, kur sapo u zgjodh deputet, mori me kredit të butë qeveritare 50.000 euro me interesa minimaliste, për mos me thonë zero, aq sa atë le të themi kredin e paguan 165.000 lekë në muaj, imagjino don për çfarë kosti kredie po flasim. Dhe me këtë 50.000 euro në zoti Noka ka bler një apartament në katin e 8 në një zonë shumë të kërkuar në blok në Tiranë, në katin e 8, por e ka bler për diku tek rreth me këto euro, me këto 50.000. Dosja? E këto është në dosje. Është në dosje? Është në dosje. Pasi i ka bler këtë apartament e shet për shumën e 180.000 eurove. Këtë apartamenti që sapo e bleu, për 1 muaj, 2 muaj e shet për 180.000 euro. Pra, nga 50.000 deri në 180.000 dhe këtu SPAK-u ka filluar po bën hesapet se si është e mundur që e bleve 50.000 dhe e shit 180.000. Kërcet shumë ideja. Me këto 180.000 euro, zoti Noka, madje jo 180.000 fiks, po 173.000 euro, zoti Noka ka shkuar tek një pallat tjetër afër liçenit, është ai pallati me harqe, i kuqërren për ata që e dinë, dhe në katin e dytë ka marrë një hyrje diku te mbi 200 metër katror dhe një garazh për vlerën e 173.000 euro. Vlerë e cila aso kohë shitej, domethënë me 1.700-1.800 euro metri katror. Aso kohë, po flas 2010-2011. Okay. Tani bëhet fjalë për 1 milion euro pasuri. Pra, të gjitha këto janë transaksione të cilat SPAK-u është duke i u dhënë, si themi unë, po i vë kapakun gjës në informacionet që di, dhe nuk e di se sa do shkojë deri në fund. Dhe treta, në kohën kur zoti Noka në gjatë vitit 2006-2009 ka qenë drejtori i entit të banesave, drejtori i përgjithshëm i entit banesave, i ka dhënë familjarëve të vet, motrës së tia, 2 vëllezërve që jetojnë edhe sot e kësaj dite në Belgjik, dhe njërën nga kunatat, pra gruan e vllajt tjetër që jeton në Belgjik, e cila është belge, 4 apartamente në Sarandë nga enti i banesave. Enti banesave është? Banesat që kanë qenë nga koha e komunizmit, që kanë qenë të ndërmarrjeve të ndryshme dhe që u han dhënë, le të themi, familjeve banesa shtetërore të familjeve të pastreja. Dhe aso kohë i jepte këto, por kryesisht për familje, domethënë. Tani këtu çka ka bërë SPAK-u, sepse si mund të shkosh domethënë nga Kuksi, nga është zoti Flamur Noka, ose në Bruksel ku ishin ata në Belgjik, dhe të marrësh shtëpi në Sarandë. Nuk ka dhe shumë lidhje kjo histori. Okej? Ndërkohë që SPAK-u është duke hetuar për faktin domethënë pse pikërisht do t'i marrin 4 familjarët e zotit Noka këtë gjë. Çfarë rrezikon avokat nëse s'ka tjetër? Dhe ka marrë të gjithë le të themi zinxhirin njerëzit që kanë firmosur aso kohë për dhënien e këtyre banesave në kohën ku ka qenë zoti Flamur Noka ka qenë drejtues po të them jetit dhe ka firmosur dhe për familjarët e tij sipas gjithmonë, që të jem korrekt, sipas dosjes së SPAK-ut. Tani ka 2 gjëra, sepse do përfundojnë hetimet në lidhje me këtë çështje, ose do pushohet hetimi totalisht dhe Flamur Noka s'do ketë vepër penale në lidhje me gjitha këto që sapo thash. Ose do merret i pandehur ose do merret ai pandehur për pastrim veprës penale, shpërdorim detyre dhe korrupsion, sepse ka fshehur pas deklarim pa re. Si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët dhe mund të rrezikojë të paktën 15 ditë e burg, sipas SPAK-ut po flas gjithmonë. Nëse këto vërtetohen. Pse e thash këtë? Për ta lidhur me këtë opozitën tani që më bëre pyetjen paraprakisht. Sepse edhe aty te opozita gjërat po gëllojnë. Ata që janë në leadershipin e kësaj partie, po e vërejnë domethënë që problemi nuk po vim vetëm nga të vetët,
por edhe nga drejtësia për shkak të mëkateve të mëpashme që mund të kemë pasur. Berisha e din fort mirë që është akoma në netim, procedim penal, do merret i pandehur deri në momenti kur çështja do shkojë në gjyq, ka shkuar për nuk ka përfunduar seanca paraprake e gjyqit për zotin Berisha, fatmimi ju dihet, tani do merret flamur noka, mund të merret flamur noka dhe shumë gjë. Kështu që aty problematika është e tej skajshme. Në këtë lloj vazhde, duke parë edhe miopinë e madhe që ka ngërthyer këtë forcë politike, ka një grupim, unë besoj domethënë që janë pjesa e Gazmet Bardhit, Ervin Salianit, Ilia Mehmetit, Jorita Tabaku, pra një grupim i këtyre personat konsideruar të rinj, të cilët po tentojnë që t'i japin një lloj frymarrje asaj force politike. Pra po tentojnë një lloj riorganizimi të brendshëm pa tentuar domethënë që të largohen si gjithë të tjerët nga kjo parti, por të qëndrojnë aty me qëllim domethënë që duke qenë se zgjedhjet për kryetarin e PD-s do jenë pas 4-5 muajsh, në maj të vitit tjetër do kemi zgjedhje për kryetarin e PD-s aty, po tentohet domethënë që zoti Berisha t'i merret leadershipi i kësaj partie. Se sa do jetë e mundur një gjë e tillë, unë nuk di të them, po ama një gjë e vërej dhe analizoj. Atë të cilën sot e quajmë patriarkun e madh të Partisë Demokratike e ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë një kafe me 7 vetave aty. Dhe kjo është jashtëzakonisht domethënëse. Pavër, unë më duket një zhvillim shumë pozitiv, realisht e vlerësoj këtë qasje që ka një grup eksponentës të Partisë Demokratike, me Ervin Salianin, njëri me kontribut në PD, i cili ka patur betejë elektorale që në pjesën më të madhe nga të gjitha betejat elektorale ku ka qenë i përfshirë ka fituar, pra është njëri me rekorde pozitive personale. Jo rekorde në sensin e rekordeve, po me track record, pra, po them në gjuhën anglisht, ose me të dhëna pozitive, me një CV të mirë politike. Dhe ka një besueshmëri të madhe, njëri me pak influencë negative në zgjedhjet e kaluara parlamentare të 11 majit, dhe e quaj një zhvillim pozitiv. Mbi të gjitha unë i qëndroj parimeve që i kam për çdo gjë, është një zhvillim bio ky i Partisë Demokratike. Pra, kemi një është bio, nuk është bio. Le të themi një shpërthim i kontrolluar e quajti dikush në emisionin të njëjtën. Një lëvizje kontrolluar. Unë nuk e shikoj lëvizje të kontrolluar, sepse kam pasur disa intervista dhe komunikime me ata që kanë marrë pjesë në këtë takim, me ata që janë drejtuesit e kësaj lëvizje, dhe tashmë ata po i thon publikisht pa kënaqësitë e tyre. Po thua, kjo është nuk është kafe Arbër, po i konsideron që ka filluar kjo lëvizje. Kjo nuk është një kafe, kjo është një lëvizje. Ti jemi të sinqert. Po nuk e ka pretenduar njëri. Është një lëvizje. Është një lëvizje e cila kërkon disa gjëra, me sa kam komunikuar. Kërkon që për zgjedhjet e ardhshme të forumeve të PD-s të ketë një mënyrë transparente të procesit të votimit. Sepse kemi të bëjmë me një parti e cila zgjedhjet e brendshme i ka pasur një problem të tmerrshëm. Gangren. Dhe i kanë thënë dhe vetë ata që kemi mbushur kutit për atë që ka qenë ish kryetari dhe enturazhi tjetër. E kanë thënë vetë ai që ka qenë kryetari i KQZ-s në PD. Edhe si Edi Paloka. Më dakord, po. Edi Paloka. Pra, atë kanë kërkuar këtë, kanë kërkuar këtë gjë, kanë kërkuar që të ketë një census të elektoratit të demokratëve, sepse çfarë ndodh? Nëpër zgjedhje, shumë individ japin që kanë 5000 veta, kanë 6000 veta në listë. Ku i kanë thonë këtë Arbër, apo ti thuan komunikimet e tua, se nuk ka një platformë. Po ta them unë, disa pika, po i them të ty. Kërkojnë një census që të ketë të gjithë elektoratit PD-s, Jugu Veri, Lindja Perëndim, kjo dhe për ndihmuar elektoratin, por dhe për të kuptuar se çfarë ka kush, dhe mbi gjitha për të pasur një trup elektorale, se nëse do të jenë ata që do të plotësojnë Komisionin Zënale të Administrimit Zgjedhor, KZZ e famshme, por dhe ata që do jenë trupa që ti do futesh në betejë, sepse Partia Demokratike nuk e ka ende një inventar të plot të demokratëve të këtyre 8 viteve të fundit. Ka inventar të këtyre para 18 viteve. Pa një inventarizim dhe mbi gjitha përgjegjësi kërkojnë. Kërkojnë dhe përgjegjësi. Gjithë drejtuesit e qarkëve që kanë humbur zgjedhjet dhe kanë pasur rezultat katastrofal duhet të largohen. Duhet të ketë qarkullim elite. Sa do ta arrijnë këtë gjë? Jo, ideja është a kërkojnë dorëheqjen e Berishës. Nuk e kërkojnë, ata nuk i kërkojnë dorëheqje a priori, thonë që